Po, ajo ndodhi se të gjithë jemi befasuar me atë rast. Po ndodhi për një arsye. Armando do të jepte garanci shokëve më përpara që veprimi i tij në krahun e djathtë shkonte deri në atë pikë. E vërteta ishte që Armando e kapi gati vijën fundore, gjithmonë duke kaluar me maj këme. Nuk është se driblimi i tij filloi, të themi, që në momentin e parë me siguri, në mënyrë që të shoqëroi, ata nuk e kishin sigurin, sepse kishte ndodhur dhe dy herë të tjera, po keni parasysh pjesën e parë që përfundoi një në fundore që kërkoi faullin, edhe një herë tjetër që u kthye mbrapa dhe e pasoi. Megjithatë, një sulmues i mirëfill, siç është Manaj në këtë rast, me se zbën duhet ta shoqëronte, duhet ishte brenda 5 metrëshit. Parësia e di që cilësia kryesore e brojës është që ai e merr shumë mirë terrenin. Do të thënë, terrenin para tij ai ka një shpejtësi të konsiderueshme. Në një reagim të tij pas ndeshjes, ish mbrojtësi i kombëtarës shqiptare Mërgim Mavraj ka deklaruar se kjo ishte një ndeshje që duhej fituar dhe jo thjesht një barazim. Ju si mendoni, a duhej fituar me patjetër kjo ndeshje, duke qenë se edhe u fry shumë sa i përket përballjes me Serbin, pra një kundërshtar me të cilin vinim pas asaj që ndodhi në Beograd? Gabimi i madh është kur ne fillojmë i trajtojmë problemet e sportit i përzihem me problemet e tjera që nuk kanë lidhje me sportin. Kjo nuk është gjë e mirë. Për fat të mirë, kjo në fushë nuk ndodhi. As midis lojtarëve, as nëpërmjet trajnerave tan, bile që shëmbullore, edhe veprimi Berat Gjimshiçit që shkoi t'i zhbllokonte ngërçin Vlahovicit, deklarata e trajnerit serb, qëndrimi i lojtarëve tan dhe atyre serb që jashtëzakonisht i mirë. Tani unë s'di çfarë të them, çdo njeri ka mendimin e tij. Fitoren ne e donim patjetër, por kjo është rrugë e gjatë, nuk është vetëm një ndeshje, ne kemi edhe ndeshje kthimi. Ju do të thoni që ndeshja tjetër është në Serbi, nuk ka rëndësi. Në qoftë se ti ke ekipin e dur, ekipin e përgatitur, ti mund të luash kudo njësoj. Keni parasysh çfarë ndodhi me Paris Saint-Germainin? E rau brenda Liverpooli, eliminoi në mes Liverpoolit. Kështu që nuk është se patjetër që e rëndësishme, po ta kishim marrë, do gjej një famor shumë i madh dhe do gjej një start shumë i mirë për ekipin kombëtar. Nuk ndodhi, po mua më pëlqeu fryma e grupit që kishim ne këtë radhë. Dhe ne në qoftë se do të na përmirësohen, do të thënë broja do të vazhdojë të përmirësohet. Bajrami që fatkeqësisht ishte jashtë forme, sepse për mua është një lojtar shumë i rëndësishëm dhe i vlefshëm. Nuk i falte në kushte të tjera, në gjendje të tjerë, në gjendje tjetër sportive, nuk i falte Bajrami atë mundësi që ju dha. Ai dallohet për teknikën dhe për më tepër për goditjen. Një nga elementet më të mirë që ka. Fatkeqësisht nuk ndodhi ajo, nuk ndodhi rasti brojës, kështu që ne po ta marrim në kompleks, ne meritonim, pasi rastet tona ishin shumë herë më flagrant se sa ato rastësit që ndodhen me Serbin, njerë që ndodhi goditja me Mitrovicin, apo më duket goditja një Samardžići, një rast më duket pasi bëri një aksion diku nga 20-25 metra. Dhe vetëm kaq. Ju përmendët pak më parë atmosferën që u krijua në Shqipëri, mikpritjen e tjera me radhë, gjë e cila u reflektua edhe në fushën e lojës, të cilën e ka vlerësuar edhe tenisti i njohur Novak Djokovic, por edhe trajneri serb po ashtu pas ndeshjes, pavarësisht qëndrimit që ka mbajtur më pas mediat serbe. Ju si e keni lexuar këtë atmosferë të shqiptarëve përballë Serbisë dhe a do të kemi të njëjtën atmosferë edhe ne kur të shkojmë në Serbi? Këtë të fundit nuk di ta them, sepse ajo varet nga ata, nuk varet nga ne, po unë them që qëndrimi jonë, sidomos i atyre që përfaqësojnë sportin në këtë rast, i federatës shqiptare, i trajnerit ton, i futbollistëve, i ambientit, ishte shumë i mirë, edhe qëndrimi atyre ishte shumë i rregullt. Unë e kam thënë dhe në intervistat që kemi bërë para, në asnjë rast nuk duhet ta përzijmë futbollin
me politikën. Se më patëm bërë dhe njerë një pyetje para kësaj, po kur keni luajt ju në Beograd, ishin të tjera kora ato, nuk kishin lidhje me këtë kohë që jemi sot. Atëre ashtu ishin punët, kampjat ishin të ndara të tjera me radhë. Është mirë që ne sportin ta bëm në funksion të qëllimit që ka sporti, për argëtimin dhe të themi për brezin e lirë të forcimit të organizmit dhe tjera me radhë. Zoti Çipi, të martën në 10 qershor, Shqipëria u thon drejt Letonisë ku do të përballet me këtë të fundit. Ju si e parashikoni këtë ndeshje duke nisur që nga ndeshjet e mëparshme të kombëtares shqiptare, a do të bëjë të njëjtën lojë që bëri me Serbin, apo do të ketë një qasje tjetër për të marrë 3 pikët? Unë shpresoj që t'i marrim 3 pikët, edhe e thash pak më parë që mënyra se si luajti ekipi më pëlqeu shumë. Ishte një grup, futbolli është sport kolektiv. Sigurisht që individët kanë rolin e tyre, luajnë një rol shumë të rëndësishëm, po pa frym grupi nuk ka. Fatmirësisht ne e pam në këtë ndeshje. Nëse kjo do të ruhet edhe në Letoni, unë jam i bindur që ne do të kalojmë me shumë sukses. Një nga lojtarët kryesor, që është edhe kapiteni kombëtar, siç është Berat Gjimshiti, do të mungojë në këtë ndeshje, pra në ndeshjen me Letonin. Ju si e lexoni këtë mungesë? A do të vërehet shumë mungesa e Gjimshitit, apo do të kompensohet nga mbrojtësit e tjerë? Nuk e di nëse Kumbulla në çfarë forme është, nuk se kam iden, apo Ismaili, nuk e di. Janë në gjendje ato të dy, sepse nuk s'kemi një informacion në lidhje. Nëse Ismaili do të jetë në gjendje të mirë, apo Kumbulla, unë them që nuk do të ndihet, pasi Beram Gjimshiti sigurisht që është një lider, mirë po dije nuk ishte në ditën e tij më të mirë, me thënë të drejtën. Po keni parasysh atë momentin e kartonit verdh, që është një gabim që nuk i falet që në mbrojtësit, për më tepër një veterani. Dhe do të thosha që në qendër ne do të jemi të kujdesshëm. E theksova pak më parë. Nëse do të jetë në formë Kumbulla dhe Ismaili, është mirë të aktivizohen, pasi në 4 shenjë mbrojtjes, që mua më pëlqeu në ndeshjen e dielshme, do të thosha që Ajeti ishte pak në nivel pak më të ulët se 2 ansorët, që ishin në ditë shumë të mirë, që të dy, dhe Gjimshiti sigurisht. Kështu që unë them nuk do ta ndiejmë, po që se këta dy do të jenë, Ismaili ose Kumbulla do të jenë në formë, nuk kemi për ta ndier. Duke u nisur nga performanca që ka dhënë kombëtarja shqiptare deri tani dhe ajo që ka përzgjedhur Silvinho me këtë grup lojtarësh, ju si e shikoni këtë ecurit kombëtares shqiptare dhe a do të arrijë dot të kualifikohet për në botrorin që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se tashmë 2 herë e kemi prekur Europianin? Po, prandaj dhe ndoshta Mavra i ka vënë theksin fitores me domosdo në ndeshjen e dielshme, pasi ne kundërshtar të drejt për të shkuar në botror kemi Serbin, pasi duhet jemi modest dhe duhet jemi edhe të vetëdijshëm që Anglia është Angli, sido që tjetë, duhet ka po grup dhe ne luftën për vendin e dytë e kemi me Serbin. Kështu që na duhet një punë e vazhdueshme, duhet shumë kujdes dhe duhet ruajmë atë që kemi në armën më të fortë, ajo që thash më parë. Ne kemi grupin të mirë. Nuk është se kemi individ të veçantë të cilët në momentet e caktuara mund të zgjidhin me iniciativën e tyre personale.